Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilin e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minutat në të cilat do t'i kalojmë së bashku, kam vendosur të flas për një temë e cila është prej temave të rëndësishme dhe është prej veprave të mëdha të zemrës. Është prej veprave që realisht nëse gjendet në zemrën e besimtarit, gjendet ky ves në jetën e tij, është ves vrasës. Është ves që vret e dëmton robin. Ky ves nuk mundet me bashkëjetun në zemër me imanin. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, ka thonë se ky ves i shkatron veprat, i prish veprat. Për çka është fjala? Është fjala për hasedin, që kem paralajmëruar në hutbën e kaluar se kem me fol për hasedin, se jetojmë një kohë ku vjen keq me thon kët, po frigona që çdo i dyti njeri e ka këtë cilësi. Dikush e ka të avancuar me shumë, dikush e ka më pak, ama frigona që çdo i dyti sot është i stërmbushur me hased, me xhelozi, se përballon mirësinë që Zoti ja ka dhuru. Ja ka dhuru një robi për robëve të tij, ky se përballon. Edhe kjo është shumë e rrezikshme është. Kjo për gjërave shumë të rrezikshme, se ti s'po kënaqesh me ato çka Zoti e ka nda për robërit e tij. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se nuk munden me bashkë vepru në një zemër edhe imani edhe hasedi. Hasedi dashurit e mi, çka është hasedi? Është që të dëshirosh që të zhduket begatia që Allah i ka dhënë tjetrit, qoftë në aspektin material apo në aspektin shpirtëror, e ti ki dëshirë që kjo mu largu për ati robi. Wallahi billahi, pja drejtoj vetës në rallë të parë të fjalë, pastaj edhe se për juve. Wallahi nëse e gjenë vetën, e gjejmë në vetën sot në këto fjalë, wallahi du të me i ra prapa vetës edhe mi përmisu këto. Me i përmisu, se tash kem me kuptu sa e rrezikshme është kjo. Hasedi dashurit e mi është një akt i rrezikshëm. Sepse çka përmban, ashtu që e thash, e kundërshton vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ndarjes së drejtë të Allahut dhe furnizimin dhe begatit që Allahu ja bërë vetë. Kur ti e xhelozon një person caktuar, kjo i bën sikur ti i thush Allahut, o Allah, që të mirë që ja ki jep ti këtij robi, s'ke bën mirë që ja ki jep. Çka çështo është me përkthy. Me përkthy veprimi i hasedit është me u rebelu përballë Allahut. E kush mundet mu rebelu përballë Allahut? Ti mundet me ty menja, unë rebelona, po veç. Pasha Zotën a vodon, kur khair nuk sheh. Për atë du të me pas kujdes dashurit e mi, se kjo është një smundje që është vetvrasëse. Smundje vetvrasëse, që thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim, am yahsadun an-nas, am yahsudun an-nas ala ma atahum Allahu min fadlihi. Thot Allahu, a mos kanë zili njerëzit për atë që Allah ju ka dhënë, njerëzit tjenë nga mirësitë e tij. Tash unë bedhom me këtë gjuhën e asfaltu me tonën. O vëllai dashur,
Pse për duesh ti me e gjelozu ato që Zoti ka jep i mirësisë ti. Allahu i jep ku i dën, i jep pasuri, i jep autoritet, i jep dije, i jep të mira, i jep iman, i jep urtësi, i jep butësi, i jep familje, i jep shoqëri, i jep. Këto janë mirësitë Allahut, dhalike fadlullah yu'ti men yasha. Këto janë mirësitë Zotit që Zoti ja jep ku i dën. Për atë arsye dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se imani dhe hasedi nuk mund të bashkëjetojnë. Dëgjoj, nuk mund të bashkëjetojnë në zemrën e njeriu, sepse hasedi është smundja më e rëndë që shkatëron një shoqëri, shkatëron vllazëri. Sot hasedi ka i shkatëron vllazërit ndërmes veti. Qofshin vllazën prej gjaku, qofshin vllazën prej nane, prej babe, qofshin vllazën edhe prej fesë. Hasedi i shkatron. Hasedi o të i shkatru raportet tona, po do dënë me ne shkatru shoqërinë tonë. Na nuk mundem me përballu kur e shohim një njerin mesin ton që ka hec, ka një mirësi, ka një begati, nuk reagojmë që kështë reagon zemra e besimtarit që kur e shef vllaun e vet në mirësinë, begati, me i thonë barakallahu fik, Allahu ta bekoft, të bekoft Zoti, bereqet Zoti të dhash në këto gjëra. Na me njëherë janisim, ka e marrë këto, që shiboni këto, makaki, takaki, rakaki, këto shprejet ulta, të njerëzët ult, kur gjost ka lyp, kur gjost ka marë, pse fol për ta? Wallahi billahi ki mu pyt të Allahun, pasha Allahun, ki fol për dikën, wallahi billahi ki mu pyt për Allahun, ose me shku mja kërku halalokin, e mi thonë baba halal se të kom hin hak, ose kërki me dalë para Allahut, ki me e plogari. Hasedit dashurit e mi, që shë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se na paralajmërej se nuk munden me bashk jetu, nuk munden me bashk vepru në një zemër, edhe imani dhe hasedi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulun nar al hatab. Ruajni than nga hasedi. Ruajuni nga hasedi, tha sepse ai hasedi i ha veprat e mira sikur se zjarri që i ha drut. E këpan këto drut e thata tash janë në kodimit, e këpan ato pineve kur blen drut e ahit, i blen ndoshta dikush i blen ka fillimi ose ka fillimi vetes ose ka mesi, thot pilo mu thahuj. E këpan kur të shtin drut e thata në shparet që shkallën. Wallahi hasedi që shtu i kall veprat e mira. Para dashurit e mi, Islami na urdhëron neve që ti pastrojmë zemrat tona nga smundjet e brendshme që prishin veprat dhe sjellin mallkimin e Allahut. Edhe një herë, Islami urdhëron pastrimin e zemrës nga smundjet e brendshme që prishin veprat dhe sjellin mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Na shpesh dim me ndajt gati gjërave në aspektin fizik. I dhem zemra, me njëherë shkon të kardiologi, i hyp tensioni, me njëherë shkon të doktori me këshyr me i marr hapat me i ull tensioni, i del sheqeri i merr hapat për sheqer, i del ndyra i merr hapat për ndyr. I kanë do ndyra të ronda në zemra. Wallahi kanë njëherë disa prej neve që ditesh me ta thush më së të mbajt qëmër në gjyks e jo zemër. A ka ma zemër qëmërt se mës me e dasht babën, mës me e dasht nanën, mës me e dasht vllaun tënd që ta ka bo nana, mës me e dasht motrën. Wallahi shumë zemër qëmër duhet me kon njeri me i bo këto pun për bal familjarve ti, për bal kuj, për bal nanës edhe babës. Pasha Allahun, ju betonan Allahun subhanahu wa taala, shumë zërë po vjen me i thonë këto fjallë. Shumë zërë po vjen me i thonë këto fjallë. Një babë dhe një nanë që mundohet për e vladin e vetë gjithë që ka jep. Sa bukur e kishton, a i thonë si tha, baba dhe nana nuk të ka jep, nuk ti ka jep, tha, këtë ato që shaj ki dosh, po ato që i ka pas ti ka jep. E sidomos babalartë dhe nanat tona që na kanë rrit në thundrat e okupatorit sërb, o konzor me në rrit,
me na shkollu. Kur tash na jena rrit, jena po vetë baballar, nanat edhe baballar ton jon plak, na gjejmë arsy banale edhe i harojmë nanën edhe babën. Pasha Allahun, ai që haron nanën e babën, pasha Allahun ka me jetu i harum mesin e njerëzve. Ka me jetu i harum në mesin e njerëzve, para të dashurit e mi për fund, hasedi lind nga urrejtja dhe bë shkak për përçarje. Bë shkak për përçarje, duke kundërshtuar frymën vllazërore islame. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, me që ta du me e përmbyll, edhe ja lejt, me pununa me qëta. Me punu me që të parim të madh islam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu askush për juve, për derisa nuk ja don të mirën vllaut vet që ja don vetës. T'ja u dum të mirën të tjerëve që ja dojnë vetës. A këshe pas qef Zoti që tash begatit që ti ka jep me ti marë? A këshe pas qef? Jo, kur i bën haset të tjetrit, ti po don mja marë begatin që Zoti ja ka jep. Selefi, musliman të partë hershëm, musliman të mirë të partë hershëm, salafus salih, kur kanë dash diçka për veten, që çfarë zemra i kanë pas. Që çfarë zemra, o Zot na boksi zemra. O Zot na pastro zemrat tona, na bo zemrat tona të pastërta, në qijet të pastërta të devotshme. Thot kur kanë dash diçka për veten e tyre, kanë bo dua për vllazërit e tyre. Ku jemi na piksoj? Ku jemi na piksoj? Ku jemi na piksoj? Na dojmë veç na me pas. Une na mbyti që kjo une me mujt me nxirr pej lojës fjallën une, edhe me shti fjallën tjetër, qka? Ne. Derisa nuk kanë shoqërinë tonë, njerëz që thojmë ne, punë kena me i pas, pus. Kur t'i bojmë njerëz në mesin tonë, që thojmë ne, na, shoqëria jonë, që atër ka me hecë shoqëria në barë. E derisa në shoqërinë tonë ka, une, gruja djali, une gruja djaljem, une gruja djaljem, baba le, nana le, vllau le, agja le, tezja le, tezaki le, djali migjës le. Sot këto qetë që të shavi përmendi, disa, po që afer mi logariti, bravo talë. Une për pës vetën e duve, kur e kol herën e fundit të migjet? Te dhune. Kur e kon të halla? Kur e kon të daja? Zotin a përmisoft, ja Rabbi. Na falt, na drejtoft, zemrat prej hasedit, ne i pastroft, ja Rabbel Alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.